Pogradeci po ringjall varietetet autoktone të rushit si serina e bardhë, muskat kanell dhe gëms, fal programit Typical, të financuar nga Qeveria Italiane dhe Ministria e Bujqësisë. Projekti synon ruajtjen dhe kultivimin e varieteteve të ralla shqiptare, duke vlerësuar traditën dhe biodiversitetin e zonës. Fermerët e Grabovicës janë organizuar në një shoqëri bujqësore, duke krijuar kushte për prodhim më të mirë dhe përfitime ekonomike. Aktualisht jemi 7 fermerë dhe e kemi nisur me 7 fermerë sepse duam ta kolaudojmë si proces dhe qëllimi është që të përfshihen të gjithë ato fermerë të territorit që merret me vreshtari. Si pjesë e mbështetjes nga partnerët italian, në Grabovicë u dorëzuan makineri bujqësore moderne dhe pajisje teknologjike për inkubatorin e Pogradecit. Më në fund e kuptuat që duke qenë bashkë, ne mund të bëjmë edhe mund të fitojmë projekte shumë të mira nga Bashkimi Evropian apo edhe nga qeveria. Produktet tradicionale promovojnë aktivitetin e fermerëve shqiptar dhe kanë vend të sigurt në tregun vendas. Kur arrin në vlerë dhe sasi të mjaftueshme, hapet mundësia e eksportit. Me afrimin e Shqipërisë me EBN, tregu evropian paraqet një shans të madh për këto produkte. Kjo nismë konsiderohet si hapi i parë drejt forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit mes fermerëve të Pogradecit dhe promovimit të produkteve tradicionale në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.